Ashtu siç e ka dhe titullin emrin ky projekt, do të thonë titulli Tuneli artistik i Korrizit, do të thonë ka të bëjë me një gamë të ndryshme të aktivitete që kanë më zhvilluar në këtë tunel. Deri tash ka qenë vetëm një tunel ose një pjesë e errët të qytetit të Prishtinës me papastërti, me ndytësina, me aktivitete të ndryshme të dëmshme, më mirë me thonë. Tani po e kthejmë në një kulturë të re. Do të thonë tash do të kemi edhe ekspozita, edhe memorie kolektive, edhe marketing, edhe treg të gjelbërt, treg javor, aktivitete ndryshme, festa, party gjatë ditëve të ndryshme, të shohim tash në bazë të programit që edhe Drejtoria e Kulturës do ta ketë në menaxhim. Siç e dini, do të thonë ky tunel afatin e ka pas ose ky projekt 8 muaj, plus 1 muaj shtesë. Ne jemi në përfundim të muajit të tesh, që jemi brenda të gjitha afateve, përkundër të lojë, përkundër probleme që kemi pas gjatë ndërtimit, kemi pas edhe shumë ankesa edhe nga mediat edhe nga opozita, mirë po siç po shihet ka përfunduar çdo gjë dhe për javën e parë të korrikut do të jetë në funksion. Siç e dini, vlera është 1.2 milion dhe është një kornizë e punëve shtesë, të cilat nuk e dim ende, për shkak se pritet të pranohen punimet e fundit të cilat janë bërë shtesë. Nëse komin mbojtje, kom e konë mirë,